Alp Telekom dhe Eagle Mobile kanë finalizuar konkursin e shpallur disa muaj më parë, shkruajnë bukur Shqipen tonë. Në këtë konkurs, ku patën mundësi të marrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme, juria përzgjodhi 4 fitues. Alp Telekom dhe Eagle Mobile kanë finalizuar konkursin e shpallur disa muaj më parë, shkruajnë bukur Shqipen tonë, ku protagonistë ishin nxënësit e grup moshës 12 deri në 18 vjeç. Në këtë konkurs, ku patën mundësi të marrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme, juria përzgjodhi 4 fitues. 2 çmime nga 500 euro secili u dhan për 2 nxënës nga shkollat 9 vjeçare dhe 2 çmime të tjera po nga 500 euro për nxënësit nga shkollat e mesme. Shpërndarja e dhuratave për fituesit e këtij projekti është bërë gjatë një ceremonie ku kanë qenë të pranishëm drejtori i përgjithshëm i Alp Telekom dhe Eagle Mobile Orhan Tosmuk, drejtori i arsimit para universitar në Ministrinë e Arsimit Fatmir Vesiu dhe zonja Pranvera Kamani, inspektore e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe 5 anëtarët e jurisë që vlerësuan krimtarinë e më shumë se 200 nxënësve, si dhe drejtues të lartë të 2 kompanive. Drejtori i përgjithshëm i Alp Telekom dhe Eagle Mobile Orhan Tosmuk në fjalën e tij tha se gjua është një komponent i rëndësishëm për nxënësit dhe njeriu, pasi mbi gjitha përmes gjuhës njeriu shpreh në mënyrë më të mirë veten. Të gjitha marrëdhëniet nisin me gjuhën dhe një luftë nis dhe ndalon përmes gjuhës. Ndërkohë, drejtori i arsimit para universitar Fatmir Vesiu tha se mbështetja e aktiviteteve të kësaj natyre janë një kontribut i vyer në lëvrimin e gjuhës amtare dhe përgatitjen e të rinjve.